Presidenti i Venezuelës Nicolás Maduro akuzoi drejt për drejt mafian shqiptare në Ekuador, duke pretenduar se ajo ishte kontraktuar për të kryer sulme terroriste më 25 maj, ditën e zgjedhjeve presidenciale në Venezuelë. Me një qëndrim të ashpër dhe duke i përshkruar autorët si terrorist, Maduro deklaroi se grupet mafioze shqiptare, të cilat sipas tij ushtrojnë kontroll mbi rrjetet kriminale në Ekuador, kanë dërguar mercenar për të kryer akte dhune në territorin e Venezuelës. Në mbledhjen e organizuar ku merrte pjesë presidenti Maduro dhe anëtarë të qeverisë, u shfaq edhe fotoja e një shqiptari të quajtur Enit Kasmi, shqiptar me pasaportë kolumbiane që sipas autoriteteve ishte prangosur në Venezuelë. Ya hay 38 nuevos mercenarios detenidos. La mafia albanesa que gobierna Ecuador. 38 mercenar të rinj janë ndaluar. Mafia shqiptare që qeverisë Ekuadorin dërgoi disa nga mercenarët e saj të trajnuar për të vendosur bomba në Venezuelë. Ata janë kapur dhe kanë nisur të flasin. Nëse Erik Prince është atje, perandoria amerikane është në Ekuador, tha presidenti venezuelian. Maduro tha se përballë atyre që duan dhunë, sabotazh, përthime dhe plumba, votimi duhet të mbahet të dielën e ardhshme për paqe, stabilitet dhe si shembull i sovranitetit kombëtar kundër mafias së drogës ekuadoriane, shqiptare, kolumbiane dhe imperialiste.